Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu ishte në Korçë për të ndjekur nga afër fazën e dytë të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, i cili synon të përmirësojë aftësitë e mësimdhënësve në shkencë, arsimin fillor, gjuhën shqipe dhe teknologjinë e informacionit. Ka nisur edhe faza e dytë e programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve, i cili përgjatë vitit 2024-2025 do të trajnojë mbi 16.000 mësues të shkencave, mësues të arsimit fillor, mësues të gjuhës shqipe dhe të teknologjisë dhe informacionit. Universiteti Korçës mbulon trajnimet e mësuesve në zyrat arsimore të Kolonjës, Maliqit, Prenjasit, Korçë-Pustecit, Pogradecit dhe Devollit, duke u siguruar që mësuesit tanë të marrin trajnimet më cilësore për të përmbushur kërkesat e sistemit arsimor të sotëm. Janë 166 pedagogë të cilët janë angazhuar në këtë program kombëtar të trajnimit dhe edukimit në vazhdim të mësuesve dhe në Korçë janë rreth 1800 mësuesit të cilët do të trajnohen dhe po trajnohen në vazhdim. Ministri vlerësoi përpjekjet për të zgjeruar kapacitetet profesionale të mësuesve në këtë rajon, ndërsa nënvizoi se ky program nuk përfshin vetëm përmirësimin e njohurive, por edhe përshtatjen e mësimdhënies me standardet ndërkombëtare. Por jemi të angazhuar që plani i zhvillimit profesional të mësuesve dhe gjithashtu modelet e testeve të PISA-s të jenë pjesë e programit të trajnimit. Ky program është pjesë e një strategjie afatgjatë për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Shqipëri, me qëllim që çdo mësues të pajiset me njohuritë dhe aftësitë më të mira për të rritur suksesin e nxënësve në përputhje me standardet evropiane.